أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me këto mexhlise në këtë kopsht të bekuar, të grumbulluar me ajete nga Kurani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat i ka grumbulluar dhe përmbledhur njëri prej kolosëve të Islamit, i cili ka jetuar në shumë shekuj para nesh, por bereqeti i dijes së tij ka mbetur i gjallë deri më sot dhe do ngelet vazhdimisht sa të ketë jetë mbi këtë tokë për shkak të sinqeritetit të thellë që kanë pas ata dhe angazhimit të bekuar të cilin e kanë lënë pas vete. Pra jemi në librin Riyadus Salihin, libër i shkruar nga Imam Neveviu rahimahullahu taala, i cili në këtë libër i ka grumbulluar këto ajete kuranore dhe këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që na ndihmon të gjithë neve në udhëtimin tonë drejt Allahut dhul xhelal. Realisht me këto ajete kuranore dhe këto hadithe pejgamberike të ndara në këto kapituj na ndriçon neve këtë udhëtim tonin, këtë rrugtim tonin drejt Allahut subhanahu wa taala. Jemi në kapitullin që flet për vlerën e pushtetarit të drejtë. Jemi në hadithin e fundit në këtë kapitull, hadithin e 4. Dhe kemi marrë disa mësime në lidhje me këtë hadith, vazhdojmë edhe sot me mësimet dhe porositë tjera që dalin nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Imam Neveviu rahimahullahu taala, wa an Iyad ibn Himar radiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul: أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال رواه مسلم. Narafan Iyad ibn Himari radiyallahu anhu i cili thot: kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë, banorët e xhenetit janë 3 lloje të njerëzve. I pari është pushtetari i drejtë dhe i suksesshëm. I dyti është njeriu i mëshirshëm, zemërbut ndaj çdo familjari dhe muslimani. Dhe e treta është njeriu i ndershëm që nuk lyp edhe pse ka familje dhe ka nevojë. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Pra, na filluam me sqarimin e përgjithshëm të këtij hadithit, megjithse na mori disa mexhlise dhe besoj se nxorëm gjëra shumë të rëndësishme dhe shumë të dobishme për jetën tonë individuale, për jetën tonë të kësaj bote dhe asaj ku do shkojmë te Allahu subhanahu wa taala. Dhe mësimi i fundit ishte se detyra e hoxhallarëve dhe ulemave është të sqarohen të vërtetat fetare. Detyrë kryesore që e kanë ulemaja që të sqarojnë të vërtetat fetare. Të mos ngelen të pa qarta, të mos ngelen të pa kuptuara. Argumenti fetar, ajeti kuranor, hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duhet të elaborohen, duhet të shkoqiten, duhet të sqarohen në atë formë që të jenë të qarta, edhe për besimtarët, edhe për jo besimtarët. Fatmirësisht, të vërtetat e Islamit, të gjitha, prej të më e madhja deri te më e vogla janë të sqaruara në mënyrë shumë të detajizuar. Çdo segment, çdo pjesë, çdo
aspekt është i sqaruar në për librat e dietarëve musliman. Nuk ka gjë që mund të thësh kjo ka met e pasqaruar për ulemave. Të gjitha ato, alhamdulillah Allahut, pafundësisht janë të gjitha të sqaruara dhe të vendosura në librat dhe shkrimet akademike të ulemave musliman që nga koha e sahabeve e deri më sot. Në çdo brez, në çdo gjenerat ka dietar të dalluar, dietar me dije të thelluara, të cilët u japin përgjigje adekuate të gjitha nevojave për sqarim, të gjitha dilemave që hudhen mbi Islamin dhe të gjitha paqartësive që i kanë njerëzit. Mirë po, e jona është që na këto të vërteta ti publikojmë dhe ti përhapim, secili nga kandi i vet dhe sipas kapacitetit të vet. Hoxhallar dhe dietar nga kandi dhe pozita e tyre. Xhamati nga kandi dhe pozita e tyre. Sikurse ne të gjithë kishim punuar sinqerisht dhe seriozisht pa ndalë në sqarimin e të vërtetave të Islamit, Islami jo vetëm që do ishte shumë i fuqishëm në mesin tonë, edhe i mbrojtur nga të gjitha lajthitjet, devijimet, shërëmbërimet që ja kanë bë, po do ishte i përhapur anë mban botës me një përhapje shumë të shpejt edhe shumë të madhe. Por edhe na kena mungesë të diturive, edhe na kena mungesë të sqarimeve, edhe na kena mungesë të vullnetit për shërbim të Islamit, edhe na ngelemi mangut, kemi mangësitë tona, dobësitë tona, po edhe ngelet mangut thirrja islame drejtuar të tjerëve. Ne përmendëm dje se Allahu Dhul Xhelal i tha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam: "Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun." O Muhammed, ne ta kemi zbritur ti Kur'anin që ti t'ju sqarosh atyre. Do thot detyra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte e dyfisht. E para, Kur'ani ashtu siç ja ka zbrit Gjibril alayhis salam Muhamedit sallallahu alaihi wasallam shkronjë për shkronjë ta përcjell tek besimtarët dhe pastaj merr përsipër detyrën e sqarimit të gjërave që mund të jenë të paqarta për njerëzit në atë kohë dhe sot. Andaj, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, e ka këtë kuptim. Sqarimi i parë është, detyra e parë është zbritja përcjellja e Kuranit tek të tjerët ashtu siç ka zbritur. Detyra e dytë është sqarimi i pozitave dhe vendeve të paqarta në Kur'an me sqarimet e tija. Edhe ky është roli i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe përcjellja e Kur'anit, edhe sqarimi i tij. Edhe andaj nga ky ajet duhet na bëhet e qartë të gjithë neve se një musliman sot nuk mundet me kuptu fen vetëm me Kur'an. Dhe se ata që e quajnë veten Kur'aniyun, kuranistët, dhe e kundërshtojnë tërësisht hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata ngelen të mangët në kuptimin e fesë, ose me thonë ndryshe, ata ngelen pa fe. Sepse Allahu Dhul Xhelal këtune e tregon shumë qartë me ajet kuranor, se ata lipin argumente nga Kurani, me ajet kuranor tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam detyrën e parë ka Kur'anin ashtu si ka ardhur t'ia përcjell tek besimtarët, dhe e dyta të merr përsipër sqarimin e atyre ajeteve që ka nevojë më sqaruar atë kohë. Pas edhe wala allahum yatafakkarun, dhe këto argumente, ajete kuranore dhe hadithe pejgamberike i sjell Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që njerëzit të logjikojnë, të njerëzit të kuptojnë gjërat mirë. Realisht Kur'ani dhe Sunneti ja hap mendjen njeriu në përgjithësi, e besimtarit në veçanti. Dhe andaj thirrja e Kur'anit vazhdimisht që i drejtohet besimtarëve është: nëse doni të kuptoni, nëse logjikoni që mendja
të cilën Allahu na ka dhënë si dhuntin më të madhe, na me shfryzu maksimalisht në kuptimin e fesë dhe zbërthimin e argumentit fetar dhe prezentimin e Islamit dhe paraqitjen e kësaj feje në mënyrën më të mirë të mundshme te njerëzit ku gjendemi na. Dhe për këtë arsye, hoxhallarët si të kalumen edhe sot e kanë detyrë me qenë stoik, të paluhatshëm në sqarimin e të vërtetave fetare. Pa marrë parasysh kujt sa i pëlqen një gjë e tillë. Pa marrë parasysh kujt sa i pengon një gjë e tillë. Dietarët e kanë amanet, e kanë borxh, këtë fe që e kanë marrë ta përcjellin ashtu siç është, pa ndryshime, pa, do thot, shtrembërime, pa mangësi, as pa shtesa. Ashtu siç ka ardhur, e plot, e të rëndësishme, do thot pa mangësi me e prezentu tek besimtarët. Në historinë e Islamit, edhe historinë moderne, kemi raste ku shoqëritë të caktuara, komunitetet të caktuara, grupet e interesit, pushtetar, t'i bëjnë presion ulemave, hoxhallarëve, që t'i pengojnë ata në prezentimin e të vërtetave të Islamit. Dhe normalisht, jo të gjithë janë rezistent ndaj presionit. Dikun u bëhet presion, e dikun u ofrohet mundësi përfitimi. Andaj tendencat për të shtrembruar të vërtetat e fesë janë të lloj-llojshme. Dikun me presion, dikun me ofertë, me joshje, me tendencë për mashtrim. Si të kalumen edhe sot. E amaneti i fesë tek ata që janë nisë këtë rrugë, duhet me konë më i madh, më i shtrenjtë, edhe më i shenjtë se çdo gjë tjetër. Edhe ai duhet të jetë i përgatitur psikofizikisht, edhe në aspekt imanor, edhe me dituri, edhe me vullnet, edhe me guxim, që të reziston edhe trysnit, edhe presionet, po të reziston edhe joshjet, edhe ofertat mashtruese. Sepse fundi fundit, jeta më e mirë e një njeriut është kur është në paqe me Zotin e vet. Kur është mirë me Allahun dhu xhelal. E nëse prishet me Allahun, çka do që fiton për të mirave të kësaj bote, ato nuk vlen. Ato nuk japin kënaqësinë, rahatin dhe sigurinë e duhur. Për këtë shkak, hoxhallarët dhe dietarët pa marrë parasysh qefet e njerëzve, pa marrë parasysh adetet dhe zakonet e popullit, pa marrë parasysh dëshirat e pushtetit, apo tentativat për mashtrim nga pushteti, të vërtetat duhet me i thonë vazhdimisht. Ne përmendëm edhe dje, si që është puna e festave të fundvitit, që zakonisht bëhet temë debati dhe polemike, dhe her pas here gjejmë dikant që e relativizon një çështje e tillë, tenton ta bën të parëndësishme, hajse s'ka gale e kështu me radhë, na duhet me thonë që feja duhet me konë më e shtrenjtë te na se çdo gjë tjetër në jetë. Dhe ajo që fetarisht është e sankcionuar me argumente të plota fetare, ngelet e sankcionuar, ngelet e ndaluar, ngelet haram, ngelet e rrezikshme për imanin e njeriut. Edhe ajo që kërkohet prej besimtarit, ngelet detyrë dhe obligim çdo kohë dhe çdo vend sipas mundësive që ka me zbatu ai besimtar. Dhe për këtë arsye, në historinë e Islamit na kena pa se vazhdimisht ka pas burra që i kanë ndet ball këtij amaneti, e kanë marrë përsipër këtë amanet dhe e kanë çuar vend ashtu si duhet, dhe elhamdulillah në këtë formë ka ardhur Islami deri sot i pastër, i plot, pa mangësi, pa dobësi, ashtu siç e ka shpall Allahu subhanahu wa taala. Andaj, ashtu siç i tha Allahu dhu xhelal Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, detyra jote është ta përcjellësh Kur'anin ashtu si ta kemi zbrit ty dhe ta shohësh atë, i tha njëjtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, në këtë rrugë të kumtimit të vërtetave fetare,
mundesh me pas kërcënime, mundesh me pas pengesa, ama ti nuk duhet ndalesh, sepse mbrojtësi yt është Allahu. Ky ajet është me të vërtetë madhështor dhe është shumë i rëndësishëm për ta kuptuar hoxhallarët dhe dietarët, edhe për tentu me pa praktikisht edhe realisht në jetën e tyre. Thot Allahu Dhul Jalal, i drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ja ayyuhar rasul, o ti i dërguar, belligh ma unzila ilayka min rabbika, përcjell kumto atë që të shpall nga Zoti jot. Wa in lam taf'al fama ballagta risalataka. E nëse ti nuk e përcjell këtë amanet, atë ti nuk e ke çuar në vend këtë mesazh, këtë porosi që e ke marrë nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra ja ju rasulu belligh ma unzila ilayka min rabbika, përcjell dhe kumto atë që të shpall nga Zoti jot. Nëse nuk e çon në vend këtë amanet, ti e ke lënë në gjysmë. Do thotë nuk e ke çuar në vend amanetin, e ky amanet nuk lejohet me mbet në gjysmë. Se Allah i madhrishëm kur i ka zgjedh pejgambert, i ka zgjedh burra që i rin gati këtij amanetit. Por në ajetin tjetër që ka të bën me të njëjtën porosi, i thot Allahu Dhul wallahu ya'simuka minan nas. E Allahu është ai që të mbron prej njerëzve. I jep mesazh të qartë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se përcjellja e këtij amanetit ka vështirësi, ka pengesa, ka kundërshtime, ka turisni, presione. Mirë po ti mos u nal, ti vazhdo. Pse? Wallahu ya'simuka minan nas, Allahu është ai që të mbron prej njerëzve. Edhe kjo është e vërtetë. Megjithse në historinë islame na kemi raste kur ulemat janë vra, ulemat janë burgos, ulemat janë torturu, ulemat janë maltretu. Mirë po kemi edhe shumë të tjerë, të cilët nuk janë, do thot, maltretu në këtë formë, që tregon se kjo fe është e mbrojtur nga Allahu dhe se dietarët do të vazhdojnë të përcjellin këtë amanet, dikush me sprova më të mëdha, dikush me sprova më të vogla, mirë po do vazhdon në çdo gjenerat me pas dietar aq sa duhet për me përcjell dhe me përhap këtë fe të Allahut subhanahu wa taala. Thot Imam Abdurrahman as-Saadiu rahimahullahu taala, Allahu Dhul Jalal e urdhoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me njërin prej urdhrave më të mëdhej edhe më të rëndësishëm, ajo është kumtimi dhe përcjellja e fesë Allahu Dhul Jalal. E s'ka dyshim se do thot krejt meselet e fesë janë pjesë e këtij kumtimit. Qofshin meselet e besimit islam, apo veprat e mira, apo fjalët e mira, apo dispozitat fetare, apo kërkesat hyjnore. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thiri njerëzimin në besim dhe ja tërhoqi vërejtjen nga mos besimi. Pra thiri dhe dha vërejtje, dha myshde edhe përgëzime, po gjithashtu dha edhe kërcënime dhe friksime. Dhe e mori përsipër, largon ignorancën nga njerëzit e asaj kohe, derisa dolën nga mesi i sahabeve dietar të mëdhej, njerëz madhështor. Para se me ardhë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ata kishin dituri të kësaj bote, nga tregtia apo gjërat e ndryshme rëndomte të dunjas. Mirë po, me ardhjen e Islamit, me ardhjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, atëre u përhap dituria fetare tek njerëzit, edhe Ebu Bekri radiallahu anhu që ishte i njohur për tregti, tani u bë i njohur edhe për dituri. E Omer radiallahu anhu, i cili ishte i njohur për tregti, tani u bë i njohur edhe për dituri. E Uthmani radiallahu anhu, i cili ishte i njohur për tregti, tani u bë i njohur edhe për dituri. E kështu shumica e sahabeve të mëdhej, edhe ata që ishin rreth e përçartë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po edhe ata fëmijë, që në atë kohë ishin fëmijë, e nuk ishin të dalluar me asgjë të veçantë, vetëm pse e shoqëronin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe rinin afër tij dhe mësonin prej tij, u bënën dietar të mëdhenj. Qoftë Abdullah bin Abbasi, qoftë Abdullah bin Omeri, qoftë Ali ibn Abi Talibi, e qoftë sahabët tjerë të shumë që ishin fëmijë
kur ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata rinin rreth tij, mësonin prej tij dhe pastaj u bën emrat paharueshëm. Pra asaj kohe kur ata ishin fëmijë ka 13-14 vjeçar e deri më sot shekullin e 15 hijretit mbetën emrat të paharuar për shkak të diturisë që kishin marrë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e bartën në brezat që vinin pas tyre. Që do të dituria është gjëja kryesore që na duhet ta përhapim në familjet tona, në xhamiat tona, në mezhliset tona, në ndejat tona, në takimet tona, gjithkund ku shkojmë na. Dhe për atë u a them vazhdimisht vëllezër, nuk ka pasuri më të madhe për këtë qytet, për qytetin tonë të dashur të Shkupit, sesa këto mezhliset e ilmit që janë të shumta, elhamdulillah në këtë Shkup. Sikurse xhamati i Shkupit, rinia, ti vlerësonte, ti respektonte, ti nderonte si duhet, do ja shefte khairin dunja dhe në ahiret. Edhe përderisa do i respekton, do i nderon, do përfiton. Dhe nëse i përbuz, i vlerëson, i injoron, i shpërfill, do e humb vlerën vetë për vete, edhe të fesë, edhe dunjos, edhe dunjo, edhe ahiret. Andaj, na insistojmë të gjithë hoxhallarët, edhe të gjithë besimtarët, që fen tonë të ndërtojmë mbi dituri. Mësojmë fen, edhe të mësojmë tjerëve, dhe të nxisim me xhlise ku mësohet feja Allahut. Elhamdulillah, feja Allahut është e madhe, ka shumë për të thonë, ka shumë për të mësu, edhe gjithë jetën me harxhu në shërbim të kësaj feje, edhe diturive fetare, nuk mundesh vetëm se një pjesë të vogël të diturive fetare me plasu. E ngelet edhe shumë pjesë tjera pa thonë. Andaj nëse këtë hoxhallarët punojnë, edhe secili në xhaminë e vet angazhohet, përsëri nuk ka mundësi me u shterë ose me u sos, me u përfundu mësimet fetare. Për këtë shkak, edhe hoxhallarët duhet motivohen, edhe të mobilizohen, po edhe xhamati duhet të vlerëson këtë mund, edhe sakrificë, edhe të respekton atë dhe t'ja tregon pozitën e duhur dhe meritore këtyre mezhliseve të khairit edhe të mira. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke përhap diturinë tek sahabët u bën ata dietar. Dhe u përhap Islami jo vetëm në Mekë e në Medinë, po në gjithë gadishun arabik, pastaj arriti deri në skajet e Afrikës, edhe arriti deri te murët e Kinës. Kështu që me këtë angazhim, me këtë davet, me këtë kontribut u përhap Islamit kalumen, edhe sot, edhe mbrohet, edhe përhapet me këtë dituri që e marrim nga Allahu, nga Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Haxhin Lam të Mirës, kur ishte për takimeve të fundit madhështore të tija, kur i tha muslimanëve të pranishëm aty në Arafat, Allahumma hal ballagt, o Zot, a e kam qunë vend këtë amanet? Krejt të pranishëm i thanë, bela qad addejta al-amana wa ballagta al-din, po na jemi dëshmitar se ti këtë amanet e ke qunë vend, edhe këtë fe e ke publiku dhe ke përhap. Andaj sahabët ishin dëshmitar se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam amanetin e fesë e ka përcjell. Kështu që edhe une, edhe na, hoxhallarët, dietarët, duhet me a parashtu pyetjen vetvetes, a thu vallë, jemi të e qunë vend këtë amanet? A jemi të ja dhënë hakun kësaj feje? A jemi të bo aq sa duhet edhe aq sa meriton kjo fe? Edhe duhet me a parashtu pyetjen vetvetes, a thu vallë, kur vdesim na, do ketë dikush për besimtarën me thonë, po na jemi dëshmitar se ky hoxh ja ka dhënë hakin kësaj feje dhe ka qunë vend këtë amanet dhe ka punu sinqerisht për këtë fe dhe s'ka shiku interes personal, as interes momental, po thjesht të gjithë ato që i ka thonë, të gjithë ato që i ka vepru, të gjithë ato që i ka inicu, kanë qenë të sinqerta për Allahun dhe për fitu kënaqësinë e tij dhe për të qenë në shërbim të Islamit dhe në shërbim të vatanit të popullit ku ai jeton. Nëse kështu përfundojnë hoxhallarët me kësi lloj përfundimi, me kësi lloj dëshmie nga xhamati i përgjithshëm, atëherë nuk ka kënaqësi edhe nuk ka fitim më të madh për ata hoxhallarë se sa ky përfundim. Ama
nëse nuk është e tillë situata, atëherë lën shumë për të dëshiru, edhe normalisht përgjegjësia, gajla dhe llogaria do jetë shumë e rëndë tek Allahu subhanahu wa taala. Pas këtij mësimi dhe porosie, kalojmë tek mësimi dhe porosia tjetër që ka të bën me temën për të cilën na flasim. Ky hadith vjen dhe na shëron rëndësinë dhe vlerën e madhe që ka pushtetari i drejtë. Edhe kjo temë sillet në këto hadithe tani e sa derse, domthonë na praafërsisht vetëm në këto 4 hadithe që ka sjell Imam Nevaviu rahimahullahu këtë kapitull e kemi bën mbi 40 derse. Do thot çdo hadith na ka marrë ka 7-8 derse më tepër, ndoshta për me tregu se drejtësia është njëri prej boshteve kryesore të Islamit. Është arsyeja më e madhe pse Allahu e ka shpall këtë fe, që ta mësojmë na drejtësinë dhe të punojmë na me drejtësi. Dhe ta kuptojmë se vetëm me drejtësi ka mundësi me ecë përpara. Në mungesë të drejtësisë nuk ka përparim. Dekadenca është e lidhur ngushtë me padrejtësinë. Andaj ky hadith vjen dhe e potencon edhe një herë vlerën dhe rëndësinë e madhe që ka pushtetari i drejtë. Andaj prej banorëve të xhenetit të garantuar se është xheneti, ishte i pari pushtetari i cili është i drejtë. Edhe normalisht Allahu jep sukses. Dhu sultanin muqsitin muwaffaq. Ai që ka pushtet dhe të drejtë dhe që Allahu jep sukses. Dhe na sharum në mësimet e kaluara kur folëm se muwaffaq u përmend do thot jo që ai e merr suksesin, po Allahu ja jep suksesin. Andaj aty ku ka drejtësi, aty vjen suksesi vetë-vetiu. Ku s'ka drejtësi, sa dush ti stolise, zbukuroje, manovro, nuk ka mundësi me arrit domethënë suksesin e duhur. Për atë shkak në hadith erdhi pushtetari i drejtë dhe i suksesshëm. Ky njeri është banor i xhenetit. Pse kjo? Për shkak se drejtësia e tij e tregon imanin e tij fillimisht, pastaj ja mundson njerëzve ku ai e ka pushtetin dorë me jetu një jetë të këndshme, një jetë të lehtë, një jetë të rehatshme, një jetë me mirë kuptim. Shefe, drejtësia nuk do me thonë shumë pasuri. Megjithëse ku ka drejtësi ka dhe zhvillim. Po drejtësia do me thonë që këtë njerëzit me qenë të kënaqur me atë që e kanë. Pse? Se e shohin se askush nuk merr për te asaj që meriton. Te na, shtetet tona nuk janë zhvilluar ekonomikisht shumë. Edhe nuk do kishte problem pse të ardhurat tona janë të ulta. Problemi kur del? Kur del se në këto shtete, me të ardhurat të ulta, na kena miljardera. Tu e di se ata miljardera nuk i kanë bë parët me punë edhe me rrezik, po i kanë bë parët duke kesh përdor pushtetin. E kjo krijon frustrim. Edhe kjo domethënë i bën njerëzit që dyshojnë në çdo vendim që e merr ai pushtet, në çdo mas që ai e ndërmerr, me çdo ofertë që ai ofron. Edhe kur të humb besimi mes popullit dhe pushtetit, atëherë çfarë do mase që merr pushtetin nuk arrin efektin e vet. Sepse çdo herë populli dhe e merr me dyshim, do thotë edhe me rezerva, ato ndërhyrja ose ato masa që i merr pushteti. Dhe për këtë arsye na themi kur ka drejtësi, edhe nëse të ardhurat janë të ulta, po kur jetojmë këtë një jetë të përafërt njëri me tjetrin, edhe pse normalisht ka dallime mes atij që punon edhe atij që s'punon, mes atij që qohet herët edhe atij që flen ditën e kështu me radhë, mirë po përsëri të ardhurat tona janë në përputhje me angazhimin ton. Kush të angazhohet, aq edhe fiton, ajo krijon një lloj harmonie në shoqëri. E kur ka harmoni, edhe nëse ka pak ekonomi, atë ka, do thot, jetë të këndshme, jetë të rehatshme. Ama edhe nëse ka shumë pasuri, por ka padrejtësi, përsëri do ketë harmoni, sepse padrejtësia do shihet qartë
Edhe pse gjithë kanë pasuri, po nëse ajo pasuri që e kanë njerëzit i bën më të guximshëm me kundërshtu e pastaj padrejtinë që bëhet nga çarqet caktuara në atë shtet dhe lufta të bëhet më e egër, edhe kundërshtimi të bëhet më i madh, edhe pse kushtet ekonomike i kanë të mira. Do thot, ajo që desha ta them, me drejtësi ka zhvillim, po nuk është kusht me pas shumë pasuri, po drejtësia t'jep harmoni, kuptimin që secili e meriton, e merr atë që e meriton. Edhe është i kënaqur me atë që e ka. Sepse edhe tjetri ka marrë aq sa ka punu. Edhe do është i kënaqur edhe ai atë që e ka marrë. E këtë e ofron Islami. Sistemet kapitaliste t'japin mirëqenie ekonomike. Mirë po jo çdo herë t'japin barazi. Sepse ti merr taksa ty 50%, edhe i jep asistencë sociale atij që është jo punëtor, atij që nuk don me punue. Edhe krijon përsëri pa barazi. Se ti që punon dhe rrezikon, ti merr gjysmën e pasurisë, ja jep atij që është dembel, atij që s'punon. E në Islam, domthonë, është shkresisht ndryshe për asaj. Andaj nuk është Islami as socializëm, që mi bo barabar ketë me një të ardhën ekonomike, as kapitalizëm, që të pasur e bën më të pasur, e të varfër e bën më të varfër, po është sistem i drejtë. Adil Dyzeni, thëjke Necmettin Erbakanit rahmetullah alejh, thëjke sistem i drejtë. Sistem i drejtë, ku secili jep atë që e meriton. E kjo është njëra prej objektivave të mëdha të shariatit islam, për të cilin ne jemi të mundu me sqaru dhe që duhet ta shndrojmë në qarkullim gjaku brenda trupit ton. Që drejtësia, do thotë, tjetë senzorat ton për drejtësi të jenë të avancume, të jenë shumë ndihshme, që në të gjitha segmentet, të gjitha momentet, për ne drejtësia të jetë gjëja më e madhe dhe më e rëndësishme, për të cilën na as nuk falim e as nuk ka përcej. Koha që kishim disponim në përfundoj, në këtu do ndalemi me këto sqarime dhe mësime. Inshallah taala vazhdojmë në dersën e ardhshëm duke lutur Allahun në vjetë të dobishme dhe vepra të mira, të jap sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami për të mësuar këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i madhreshëm na mëson të bashkohemi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhenetul firdaus. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.